Një tjetër specie e veçantë është evidentuar në gjirin e Vlorës. Një breshkë e llojit kareta ka rënë përgjatë kësaj jave në rrjetat e peshkatarëve. Breshka e veçantë është evidentuar nga ambientalistët e mjedisit në Bregdetin e Palasës. Specialistët mjedisor, të cilët merren në brendësi të gjirit të Vlorës me evidentimin mbi hyrjen e specieve të veçanta përgjatë ekspeditave të tyre në detin Jon, kanë pikasur breshkën e cila kishte ngecur në rrjetat e peshkimit. Rrjetat e peshkimit këto të cilat ishin hedhur afër Bregdetit në mënyrë të palishme, pasi nuk lejohen të hidhen afër tij, duke dëmtuar ekosistemet. Kjo gjë ka bërë që breshka e detit të ngecë në këto rrjeta dhe të rrezikojnë ngordhjen. Rrjeta e peshkimit ishte përdredhur pas qafës së saj, duke rrezikuar që brenda minutave në vazhdim të mbetej pa frymë dhe ta çonte këtë specie drejt ngordhjes. Ekspertët mjedisor të cilët merren në detin Jon dhe Adriatik me mbihyrjen e jetesës së fukave dhe breshkave të detit e kanë liruar fillimisht nga rrjetat dhe më pas e kanë lënë të lirë të jetojë në ekosistemin e saj ujor. Breshkat e detit kareta janë specie tepër të veçanta. Në rang botror, ato janë konsideruar edhe si specie në zhdukje. Është fat që në Bregdetin e qarkut të Vlorës dhe në jug të vendit, këto specie strehohen dhe kanë gjetur habitatin e tyre ujor. Ngroja globale i ka afruar këto specie në ujrat e deteve Adriatik dhe Jon, duke i dhuruar aty habitatin e përshtatshëm ujor dhe ushqim të bollshëm, duke u kthyer sot brigjet e Vlorës si një pikë strehimi, lundrimi e këtyre specieve tepër të veçanta. Numri tyre, të cilat vizitojnë brigjet e Shqipërisë dhe veçanërisht Vlorës nga viti në vit, po bëhet edhe më i madh.